ja, ku jemi? Unë vjen shumë keq. Përse? Ma do të më kishit bërë një story që ka është ditë të në kam sinqerisht. Po, vazhdojmë. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëdita. Si je? Mirë, faleminderit. Si shkojnë punët për ty? Mirë, ja, me gjëra të bukura. Do t'i ki tek Syriani? Ku të duash? Jo, për ku. Mund të rri dhe këtu? Po. Okej, në rregull. E pranoj që mund të rri bashkë. Hajde gra, 500 lekë copa. Ja, shikon, prandaj nuk bëhet ky vend sepse ne nuk e edukojmë njerëzit në mënyrën e duhur. Tani, unë dua të them vetëm një gjë, dua ta nis me diçka. Florenca ka shumë të drejtë tek pjesa që veshjet firmato sigurisht bëjnë figurë, por në 2025 ajo që duhet i themi njerëzve është që mund të vishesh bukur dhe pa shpenzuar shumë para, sepse unë jam një besues shumë i zjarrt i shprehjes tjetër gjë të kesh dhe tjetër të dish. Dhe shija nuk blihet me para, që është e vërteta. Në momentin që di, je për mendimin tim mos i kompletuar për të dukur bukur dhe për të lënë një përshtypje të mirë për sa i përket aparencës tënde tek njerëzit e tjerë. Për publikun që nuk e njohin dhe shohin për herë të parë, kjo është Konstantin Theshti, e nisi me një mesazh, e nisi me një batut dhe ka sjell gjithë garderobën. Kënaqësi që jemi bashkë. E nisëm më një herë me disa mesazhe. Çfarë kemi këtu sot? Nini është gazetar, Nini është fashion designer, ka shumë ngjyra, por sot do jetë. Designer nuk jam, më vjen keq, emrin e kam më shenjse. Jam editor. Je editor, po. Dhe sot do jesh dhe manikin sepse besoj do veshësh xhaketat e tua herë pas here. Në fakt pikërisht, po e lash atë që kisha menduar të visha që në fillim, thash jo, do e vesh në studio. Mirë, Nini, na trego pak në perspektivën tënde, me që si editor që je. Mendojnë që shqiptarët din të veshën? Unë, me thënë të drejtën, më ka rastisur shumë bukur Alma, edhe Syrian. Këtë fundjavë, duke qenë që ndoshta dhe koha ka qenë pak e mirë, njerëzit kanë lëvizur më shumë, në zonën që unë frekuentoj më shumë, pra flasim pjesa e bllokut, bulevardi, pjesa e aty ku rruga është një pasarel, ta themi. Aty ku rruga është një pasarel dhe mirë bëhet që trajtohet si e tillë, kam parë njerëz të veshur jashtëzakonisht bukur. Dhe për këtë më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi. Kjo tregon që ka një shihet kultivuar apo jo? Tani, a ka një shihet kultivuar apo ka një dëshirë për të imituar, sepse dhe ti imitosh duhet të dish si ti imitosh. Pra ka shumë njerëz që imitojnë shumë shëmtuar dhe bien në sy që qartazi kanë bërë diçka të tillë dhe ka shumë njerëz që din të imitojnë bukur. Pra nëse ne marrim një shembull nga Pinteresti dhe dim ta vendosim atë tek vetja si duhet, ta përshtasim atë me veten ton, atëherë bujrum vazhdoni merrni sa më shumë frymëzim të doni. Dhe më bëhet shumë qefi që kam parë pafundësisht vajza të veshura shumë bukur, me shtresa, ato ngjyrat neutrale, ngjyrat që janë në trend dhe të gjitha me radhë. Po edhe djem, si vishën djemt shqiptara, keti kritika për ta, duke qenë dhe nuk është se, shiko, dikush më e forta nuk është se kam domosdoshmërisht kritika për djemt shqiptar në përgjithësi, pra nuk mund t'i fus gjithë në një thes. Unë kritika kam për brizin e ri, pra për moshatarit e min ndoshta dhe më të vegjël, sepse po them Syriani është deri diku me mua, po Syriani është dhe figurë televizive që kështu të imponohet pak pjesa e të veshurit. Po, për shembull, djemt, zotrinë që janë në punë e gjitha me radhë sikur e kanë marrë pak një farë shije për të dukur mirë dhe e kanë kuptuar deri diku që aparenca vlen të kujdesesh për të. Ndërkohë që moshatarit e mine duhet i djegim një herë mirë kostumet sportive të zeza me logo, ato marsupet që janë thjesht që lëm për të dëshiruar dhe nuk... Çfarë mendimi ke kur shek djemt e veshur me tuta? Nuk mund të thotë askush që është stili i tyre, sepse unë edhe këtë nuk e kam qef, që nuk duhet t'i gjykojmë njerëzit. Është gjë tjetër t'i gjykosh njerëzit, është gjë tjetër t'i kritikosh për mirë. Tani, unë vazhdoj të them, në momentin që ti mendon se vetmja gjë që mund të bësh është kjo, pra të vishesh në këtë mënyrë, unë e kam shpinë shumë afër një gjimnazi. Dhe më vjen shumë keq që shoh një lloj qasjeje përsa i përket institucionit që le për të dëshiruar, sepse duam apo s'duam ta pranojmë, kjo është diçka shumë e rëndësishme, Alma. Domethënë, nëse unë karrierën time akademike kam pas shumë të bukur, është sepse tregoja respekt për vendin ku shkoja, që nga mënyra se si unë vishesha. Dhe më pas sjellja e të gjitha me radhë. Që nuk brenda një kulturi etik. Ti vlerëson ku shkon. Pra unë nuk jam as me idenë që në një të martë të shoh në rrugët e bllokut një vajzë të veshur me fustane me xixa, taka 12 cm dhe një pellush, ndërkohë që është temperatura jashtë 17 gradë. Çfarë tregon? Kjo tregon një dëshirë për të marrë një vëmendje që a është e mirë apo është e keqe, rëndësika që e merr. Dhe për këtë më vjen shumë keq, sepse në fund të ditës, po ta deshifrojmë akoma dhe më thellë, tregon një sens inferioriteti. Pra vetmja mënyrë që unë mund të bie në sy është nëse jam butaforike me veshjen time. Ndërkohë që unë kam filluar të komplimentoj shumë zonja në rrugë apo zonjusha që janë veshura shumë thjesht
dhe në momentin që shkëmbejemi, i thëmë pëlqen shumë veshja jote. Dhe qartëzi njerëzit e vlerësojnë si kompliment, sepse janë munduar për atë veshjen, sa do e thjeshtë të duket e kanë menduar. Dhe e vlerësojnë që dikush po e dallon këtë gjë. Dhe e vlerësojnë. Çfarë kemi nga ty sot, se nuk mund të largohesh pa na treguar. Nga mua sot keni pikërisht atë që unë do doja shumë të flisja, që është pikërisht fakti që mund të kesh një garderobë shumë të thjeshtë bazën mund ta mbajmë gjithë sikur dhe një palë xhinse ti kesh, po të dish ti mbash mirë, ti lash shpesh edhe të kujdesesh për to, je shumë në rregull. Për mendimin tim loja më e bukur dhe ajo çfarë bën veshjen akoma dhe më të bukur janë pikërisht outerwear. Pra është pjesa e sipërme, veshja e sipërme. Flasim për xhaketat, flasim për palltot, flasim për bomberat. Unë këtu kam marrë një seleksion të pjesëzave që për mendimin tim tani janë akoma dhe më në trend dhe më në mod, flasim për palltot e gjata që janë me printe, që ne zakonisht i trëmbemi printeve. Dhe kjo është një gjë që duhet ta largojmë nga mendja. Në 2025-ën mund të eksperimentoni me printe nga më të ndryshme. Merr edhe visha. Pra na e trego se si duket. Mund ta mbaj unë telefonin për ty. Unë në fakt isha menduar një gjë tjetër, Alma. Çfarë kishe menduar? Do mi vesh mua? Jo, përkundrazi. Unë do vesh këtë këmishën që është një këmishë xhaket. Sepse dhe këmisha xhaket për motin e Tiranës Konstantin duhet dalësh këtu. Ja, janë jashtëzakonisht shumë të shohë publiku. Janë jashtëzakonisht shumë të mira, sepse dhe tani dhe ajo e veshur atrash, stononë, kur ishte gjithë njerëzit që akoma në nëntor dalin me më shkurtra, dhe ti del me një pallto vetëm sepse është koha e palltove teorikisht, kjo nuk shkon. Tani pse kisha menduar unë të vishja sot këtë? Sepse, pa qka se i dashur të lutem, të falenderoj, sekund, pa qka se unë kisha përshëndetje. Kjo është ai momenti yt, po. Pa qka se, jo, e marrim që nga këpucët deri tek. Po, ai planin bëhet vetëm mua, më vjen keq. Jo, për një sekund, ku qëndron Kleçka. Unë jam shumë kundër kombinimeve që janë kombinime të stisura në sensin çanta është njësoj si puca, është njësoj si xhaketa, është njësoj si nuk jam me këto. Ama në momentin që njerëzit luajnë me detajet e vogla, për shembull, jeshilja ushtarake e kësaj këmishe xhaket shkon me jeshilën ushtarake të këpucëve. Dhe sido që të jetë puna në një moment të caktuar, dikush e vë re këtë gjë. Dhe është një lojë shumë e bukur dhe tregon që ti vlerëson detajet. Gjë që për mendimin tim është shumë herë më mirë se sa nëse unë do kisha këtë këmishën dhe do kisha veshur ku ta di unë një palë kambale jeshile ushtarake apo do kisha veshur një palë pantallona që shkojnë pikërisht me këtë. Mirë, Nini, ndërkohë heqim xhaketën aktuale që të zavrojmë kohën. Duhet të luajmë pikërisht me detajet. Tani do ikim pikërisht tek materiali suede ose kashmir ose lesh. Zakonisht ne xhaketat i kemi në një material të caktuar. Pra kemi këtë materialin që është deri diku shumë i strukturuar, këto xhaketat e kostumeve siç ka veshur Suriani apo siç kam dhe këtë të zezën këtu. Për fare mirë një lojë shumë e bukur mund bëhet me xhaketa që nuk duket sikur janë xhaketa formale, por që në momentin që ti i vesh dhe i kombinon në mënyrën e duhur, bëjnë dhe këto figurën e tyre. Shumë interesant. Jam shumë materiali është e leshtë dhe është jashtëzakonisht shumë e ngrohtë. Të mban shumë ngrohtë. Pra neve nuk mendojmë që mund dalim me një xhaketë dite tani, sepse mund bëhet ftohtë, për momentin që gjen materialin e duhur, ke një prerje e cila është dhe zyrtare, pra mund ta përdorësh dhe në punë, mund dalësh gjithë Nisësh në mëngjes me të dhe mund të shkosh deri dhe mund ta mbyllësh ditën me të. Pra e nis dhe e mbyll ditën me të. Absolutisht që po. Merr një shall me vete dhe je shumë në rregull edhe për pjesën e darkës dhe i përshtatet çfarë do lloj ambienti në cilin ti shkon. Kudo që të hyn, dhe po ta vëmë re në të gjithë këto pjesëza që un kam sjell sot, bizotrojnë ngjyrat neutrale. Pra kafe errët, bezh, kjo ngjyra portokalli pak si e djegur në ngjyrë tulle. E zeza sigurisht është klasike. Që nuk mungon kurrë në garderobë. Ajo që unë do të them është që janë disa gjëra që nuk duhen parë si trende. Pra ngjyrat neutrale nuk janë trend. Prerjet e strukturuara nuk janë trend. Dhe pjesa e të paturit diçka oversize, siç është kjo xhaketa zezë për shembull, që për mua është oversize, për Surianin nuk do ishte. Ajo është në masën, besoj. Kjo nuk e di në çfarë mase është. Ditë them që kur di që shikoti. Gjithë ideja është që nuk mund të thuash që përkundrazi, që po del shumë keq, domethënë njerëzit do jenë me mua, jo me ty. Pak më zgjidhur. Gjithsesi. Nuk i themi asnjë ftuari. Pak po e sigurt, pra se do të vi prapë. Dhe gjithë ideja është që për mua qartësi është një xhaketë që është pak e madhe. Pra nuk është një xhaketë fitted. Por është me qëllim. Ama është qëllimisht e tillë. Dhe në fund të ditës, nëse flasim edhe për pjesën e stilit, stili supozohet dhe të ndihmojë ty me defektet e tua. Që do të thotë, unë personalisht nuk kam domosdoshmëri shpatullat më të gjëra. Dhe për njerëz si puna ime xhaketa me vata të mëdha, që ti nuk i merr. Ti nuk e merr tani 7 masa më të mëdha, ty pas e kalojmë tek nëse ti do të veshësh një kostum, jo një veshje.
por krijon një farë iluzioni që je goxha i ndërtuar dhe krijon një farë strukture dhe siluete që është e këndshme për syrin dhe është estetike. Kështu është dhe pjesa e kësaj xhakete. Prandaj flas, edhe kjo pjesa e diskutimit trendi oversize nuk është trend, ka qenë gjithmonë. Por është edhe nevojë për të krijuar një iluzion caktuar. Por është nevojë dhe në fund të ditës ajo që unë shoh vërdall dhe kjo gjë nuk më pëlqen është që ka shumë njerëz që nuk e di për më duket sikur i enfazojnë akoma dhe më shumë defektet që kanë. E kuptoj, Nini. Pra shoh shumë gjëra të ngushta, shoh shumë gjëra që pikërisht i tregojnë defekte dhe gjithë ideja një veshje është e bukur dhe arrir për mendimin tim kur ty të mbulon defektet dhe të nxjerr bukur. Mirë, në modën dhe botën aktuale duke sikur nuk ka më limite kur vjen puna tek ndarja e gjinive dhe stilet duke sikur janë unifikuar. Mos ndoshta arsye pse ishin çunat me marsupa, me xhinse të ngushta, të zeza, ndoshta monokolor është pikërisht kjo sepse duan t'i ruajnë ato limitet maskullore, femërore që historikisht në Shqipëri kanë qenë të respektuara. Shikon, nuk ka lidhje fare stili. Pra gjithmonë që është mentaliteti flas. Po pra, mentaliteti, po stili nuk ka të bëj fare me këtë pjesë. Në fakti që ti vesh xhinse të ngushta dhe ku ta di unë e mban pikërisht tu nuk tregon, për mendimin tim tregon një farë mos edukimi që ti ke për atë çfarë ngjan mirë apo duket bukur. Nuk mund të shkosh në një dark me atë marsupin këtu dhe me xhinset e ngushta, ashtu si dhe nga ana tjetër nuk mund t'i kesh xhinset më të ngushta se sa një palë streshi që mund vishte Alma. Pra nuk është se këto janë bukur dhe nëse flasim për ndarjen e gjinive, krijon shumë herë më shumë polemika ju xhinsja e ngushtë, sesa mund të krijojë një pantallon i gjerë i zi, që është stil, të tregon bukur dhe qëndron shumë herë më shumë se sa ato xhinse që ne i kemi kaq të para. Dhe më vjen shumë keq që vazhdoj të them tek vajzat shoh një lloj dëshire për të dukur shumë bukur, për ta trajtuar Tiranën si pasarelën e tyre, ndërsa djemt jo se s'po ecin, por nuk po vrapojnë. Ndërkohë vajzat kanë arritur në destinacion. Për mendimin tim po, një pjesë e mirë e tyre. Djemt dhe burrat shqiptar që janë personazh publik, duke nisur që nga politikanët për të shkuar tek artistët që ngjiten në skenë dhe janë përpara mirë asyve kurashtar. Vishën mirë, vishën keq, ke një emër që të bën përshtypje që kurrë nuk. Po flasim vetëm për djemt dhe burra në Shqipëri. Djemt dhe burra në Shqipëri. Shiko, figurat televizive deri ku i qëndrojnë atyre kornizave dhe sido që t'jetë puna qëndrojnë mirë. Politikanët pastaj kostumet, unë e them gjithmonë, nuk ka një njeri që nuk ngjan bukur me kostum. Çfarë do lloj trupi të kesh, në momentin që kostumin e qep në sensin e përshtat me trupin tënd ngjan shumë bukur. Kjo është me të vërtetë fakt. Po s'ke indikator që ti nuk është se nga politikanë nuk është se kam dikë që veçoj, nga showbizin, nuk do të them emrin tënd, mos ma kërko. Vazhdoj dhe ajo ishte kush vishet keq, unë vishën bukur. Pikërisht, prandaj dhe unë e thash, këtë që sapo thash. Këtë do themi? Unë për mendimin tim, çfarë janë reper, pra flas Ylli Limani, Capital T, Ledri deri diku, pa çka se nuk është se jam një fan domosdoshmërisht i muzikës dhe artit të tyre, përsa i përket stilit, vishën mirë dhe i qëndrojnë një kush vishet keq. Keq vishet Surjana Rahova, nuk e di nëse jo, nuk e njoh këtë Surjani që kemi këtu vishet shumë mirë. Për mendimin tim, keq vishet çdo individ, pash një intervistë të fundit dhe këtë do më duhet ta them, Fero. Nuk është se më pëlqen sepse dalim tek ajo pjesa e masave. Pra është gjithë që ti tjerë stil dhe të kesh diçka oversize, është gjithë të veshësh diçka që të bia. Pra, Fero, sipas teje vishet keq. Vishet keq. Ka nevojë për konsulent imazhi, ka nevojë të rishikoj garderobën. Deri diku po. Mirë, po nga vajzat e showbizit shqiptar, kemi parë tipologji të ndryshme, shije të ndryshme, ca të kultivuara, ca në kërtim të kësaj të fundit, kush vishet keq? Pikërisht. Keq, nuk e di nga vajzat, por di që ka figura që ndoshta deri diku dhe e bëjmë kështu, Arbana Osmani. E tepërojmë pak, Arbana vishet mirë. Algeta Visiu. Për mendimin tim është pak e tepruar. Pra, dhe pjesa e formateve Luana Vjolca. Nuk kërkon, për mendimin tim shumë keq. Shumë keq. Sepse ekspozohet deri në atë pikë që nuk ka pse. Alma Qele. Shumë bukur. Është shik, është klas, ashtu siç duhet. Ta them sinqerisht, nuk tallem. Unë me Almën kam punuar për pjesën e imazhit dhe është një person që pranon kritika dhe këshilla për mirë, ashtu siç dhe e di çfarë i qëndron. Brekena historikisht ka qenë elegante. Nuk Orin e Biaj është një emër tjetër që unë e vlerësoj shumë për pjesën e veshjes. Isli Islami, Isli është shumë i mirë në pjesën e veshjes. Enkeli, tani të flasim pak për ato zotrinj që punojnë në televizion dhe nuk mund të eksperimentojnë si një djalë 23 apo 25 vjeçar, ama kur vjen puna i qëndrojnë asaj figurës së tyre dhe qëndrojnë mirë. Dhe kjo gjë mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë.
Pastaj si që përmënde, unë Diteja vishet shumë bukur, Diteja Berisha bashkë me Sarën, pra flasim që kanë qëndër pjesë e ekranit, por unë vazhdoj të them, unë urejt të pricën, unë i urejt dzidzad, ku ta di unë, shkëlqimin e tepërt, kur nuk ka pse. Prandaj dhe them, e përmënda dhe pjesën e Alketës, që mund të jetë një person që në përditshmëri vishet shumë bukur, e kam parë dhe live dhe është shik dhe elegante, por përsa i përket televizionit dhe asaj çfarë veshin këto figura në ekran, ka një lloj butaforie që nuk e ka as ekrani amerikan, as ekrani francez, as ekrani italian. Tani ne duam të bëhemi pjesë e Europës, bëhemi pjesë e Europës vetëm me politikë. Me pjesën e artit, kulturës, modës jemi akoma shumë brapa dhe kjo lë për të dëshiruar, për mendimin tim. Shfrytëzimi i garderobës djemve dhe burrave nga mikeshat apo partnerët e tyre? Sa e shikon të arsyeshme? Mund ta provoj? Absolutisht po. Unë e shikoj të arsyeshme. Shumë xheloze për këtë pallton e bukur që nini. Unë e shikoj të arsyeshme dhe madje me këtë ekonomi në të cilin e shisa të shkon. Dhe me thënë, për pos faktit që ke gjatësin e duhur dhe për gjatësin të në trupore, të shkon jashtëzakonisht shumë dhe pa qka se shpatullat janë të mëdha, prap nuk stonon. Edhe unë vuaj nga shpatullat e ngushta. Prap nuk stonon, sepse është pikërisht e ruajtur e balanca. Tani si që po tha, me këtë ekonomi, në cilën e gjendemi sot, aty ku mund kurse. Pra nëse unë marrë një palto do pepet që mund të avishim të dy bashkë, nuk ka asnjë lloj problemi, madje është shumë mirë. Pra u athimi çifteve që të blejnë absolutisht që po. Gjërat përbashkëta. Po kod nuk ka dalë gjinset e të dashurit, bojnë for jeans, apo kod nuk ka dalë dhe mom jeans, që është një lloj prerjeje që ka shumë meshkuj të cilët e kërkojnë kur kërkojnë për pantallona. Mirë, hajde këtu në mes, në qendër, jemi në fund të kohës televizive. Naqa shumë sot. Faleminderit shumë për këshillat edhe qasjen tënde. Ti nuk keni nevojë për këshilla, kjo është gjithë ideja. E vërtet është. Faleminderit edhe për qasjen që ke ndaj modës, edhe për mesazhet që jep. Faleminderit shumë juve. E di çfarë kam unë për t'i thënë publikut? Alma e merr pallton me vete në shtëpi. Edhe më vogël sa unë në moshë. Kush e tha? Një sekondë. Alma e merr pallton thuaj. Sepse i më vogël sa unë në moshë dhe përmende, veshja më e bukur mendoj njeriu është sjellja dhe mendoj që kjo kuptohet me vitet. Mirë, dakor, unë filloj një dhe shumë keq dhe do dukeni bukur.